Mirëmëngjes, sot do vazhdojmë me temën që lam në mes para disa ditësh, kur folëm për legalizimin, pra do flasim për legalizimin. Për të shpjeguar çfarë ndodhi, pse nga 20.000 ndërtime informale në 98-ën, rreth, se mund të kenë qenë edhe më pak, mbritëm sot që ka arritur 600.000. Dëgjova që i kishte pranuar dhe kryeministri para pak ditësh. Çfarë ndodhi? Ose kush janë arsyet pse ndodhi kjo? Arsyeja kryesore është korrupsioni i vogël. Punonësit e aluizmit ose asaj agjencisë që tashmë ka marrë formë tjetër, por në fillimet e veta deri vonë ka qenë aluizëm, ose agjencia për legalizimin e zonave dhe ndërtesave informale. Kështu ishte gjatë e tyre. Punonësit e tyre e pan masivisht si një mundësi për të bërë para. Punonësit e thjeshtë. Kjo ishte arsye e parë, pra korrupsioni masiv në këtë proces. Arsye e dytë ishte që politika në të dyja krahët, por veçanërisht Partia Socialiste, nuk e ndaj politikistë, jo, por realisht ashtu është. Dhe do i them pas pak pse. E pasi një mënyrë të shkëlqyer për të bërë vota, për të mbajtur peng këta njerëz që kishin ndërtuar në mënyrë informale dhe për të bërë para dhe vota. Para për mbështetësit dhe votuesit, ata mbështetësit kryesor, dhe vota për politikanët e votuar të partisë. Po pse është kjo? Ose pse mendoj unë që Partia Socialiste e ka përdorur më tepër? E ka përdorur Partia Socialiste më tepër, na e thon shifrat, na e thon thjesht shifrat. Sepse ka qenë një gënjeshtër e madhe që ishte Partia Demokratike, në kohën e Partisë Demokratike, ku ndërtimet informale u shtuan më shumë. Dhe se kjo rrithte nga koncepti që malokët e Berishës, ju kujtohet? Malokët, shpellarët, këto ishin çeçenët, këto ishin 3-4 cilësorët për këta njerëz që kishin ndërtuar informalisht. Por arsyeja e dytë dhe më e rëndësishme, e tretë dhe më e rëndësishme, është mënyra se si u përzgjof, ose mënyra se si filozofia mbi të cilën u përzgjof që të përdorej për zgjidhjen e kësaj çështje shumë të madhe, sikur se ishte procesi formalizimit të ndërtesave informale. Para se të shkojmë te kjo, do doja të jepja një shije për pikën e dytë. Nëse në vitin 98 kur u bë ligji i parë, ka pas një ligj të parë, parcial, sepse edhe atëherë informaliteti ishte parcial, ishte kryesisht në rrethinat e Tiranës, dhe për këtë arsye u bë një ligj i cili na tregon që, ose jo ligji në vetvete, por relacioni ose materialet e mbledhura për të hartuar këtë ligj, na tregon që në atë kohë ndërtesat në 98-ën, ndërtesat informale ishin maksimumi 20.000. Në fakt ka shifra të ndryshme nga 12.000 deri 20.000, por unë dua të marr maksimumin 20.000. Ndërtesa informale në 98-ën, çka do të thotë që Partia Demokratike i kishte lënë pushtetin në 97-ën, në fillim të 97-s, se pastaj pati një qeveri tranzitore dhe pastaj erdhi Partia Socialiste në pushtet. Dhe të themi që gjitha këto ndërtesat 20.000 ishin ndërtuar në kohën e Partisë Demokratike. Por çfarë ndodhi kur Partia Demokratike u kthye në pushtet në vitin 2005, pra që do të thotë përgjatë qeverisjes socialiste 98 2005, këto ndërtime arritën në masën 270.000 të paktën vetë deklarime, që do të thotë që ndoshta ka dhe më pak, se ka 2-3 deklarime për të njëjtën pronë, jo për të gjitha, për ndonjë, dhe kështu që u futën në proces rreth 230.000 ndërtesa informale. Çfarë del nga kjo? Del nga kjo që 210.000 u shtuan atij 20.000-shit dhe ishin të gjitha ndërtime informale dhe kryera në kohën e Partisë Socialiste. Në vitin 2013, kur Partia Socialiste erdhi prapë në pushtet, pasi ishte shkëputur në 2005, numëroheshin nga institucione ndërkombëtare, veçanërisht Banka Botërore është marrë me këtë,
rreth 350.000 ndërtime informale. Pra në kohën e PD-s, së dytë, nëse ta quajmë kështu, 2005-2013 u shtuan nga 270.000 në 350.000, pra edhe 70-80 të tjerë. Bides tamam Banka Botërore thotë që janë shtuar 70-80.000. Këtë shumatore e vrau. Pra, në kohën e Partisë Demokratike janë shtuar 70 të dytë, 2005-2013, janë shtuar 70 deri në 80.000 ndërtesa, nëse i shtojmë edhe ndërtesat e informale të fazës së parë, 92-97, këto shkojnë, po i rrumbullakosu në dëm të Partisë Demokratike 100.000. Në para ca ditësh, para ca javësh njërë drejtoria e agjensisë që tani merret me këtë çështje, sepse i kanë mbledhur gjitha bashkë, në fillim zoti Lana dhe pastaj zonja Bici deklarojnë që kanë bërë legalizimin e 270.000 dhe kanë ngelur edhe 370.000 dhe kanë ngelur edhe një 270.000 të tjera. Që po ti mbledhësh 270.000 dhe rreth sa thamë në fillim 210.000, 450.000 pothuajse janë nga duke u mbullakosur, se nuk janë shumatore të sakta, por e lejon kjo sepse ne nuk kemi matjet, nuk ka një matje të saktë në çdo kohë. Pra, nga 600.000 ndërtesa informale, mbi 600.000, duke i bërë një rrumbullakosje edhe informacione të tjera që unë nuk po e ndaj me ju tani, kemi 100.000 ndërtesa informale që janë ndërtuar në kohën kur qeveriste Partia Demokratike dhe kemi dhe rreth mbi pothuajse 500.000 të tjera të deklaruara nga pushteti, të ndërtuara nga në kohën e Partisë Socialiste, për mos hyrë pastaj se si u modifikua, sepse nisim me kasole, me vërtet thamë 20.000 e pastaj thamë 80.000 tjera në kohën e PD-s, por këto nisën nga kasolet, shumë në i shtëpi model Elbasan. Tani s'janë më ashtu, tani janë, si të thua, pallat 7 katës pa leje, mbi kullat 20 e kusur kate në mes të Tiranës, me leje. Pra, është modifikuar shumë forma, dhe s'mund të krahasosh një barake ose një shtëpi model Elbasanit me një pallat mbi një kull. Ky është rezultati. Pra, së fundi, për ta mbyllur këtë çështje, pikën e dytë dhe për të kaluar tek e treta, kemi një mashtrim të madh. Që gjasme fenomeni ishte një fenomen që vinte nga malokët e Berishës, apo nga Partia Demokratike, kohën e Partisë Demokratike. Rrumpalla, ju kujtohet shpreha rrumpall, që shpesh herë ka përdorur kryebashkiaku Rama, kur ishte kryebashkiak. E kishte fjalën në fakt për demokracinë, ajo i duke i rrumpall. Por e implementonte shpesh herë në diskursin e tij, e fuste në diskursin e tij edhe për veçanërisht për rrumpallën urbane, kur ai ishte vetë autori kryesor i kësaj. Ne nuk do të flasim për këtë, do kalojmë më njëherë tek arsyeja e tretë dhe arsyeja më e rëndësishme. Arsyeja më e rëndësishme është filozofia mbi të cilën në vitin 2006 u përzgjoh të zgjidhë kjo problem. Dhe filozofia origjinalizon nga zoti De Soto, dhe prandaj ka marrë edhe filozofia emrin De Soto, për shkak të tij, një ekonomist peruan i cili ka shkruar shumë libra, disa libra, se ka vazhduar të shkruaj. Njëra quhej Rruga Tjetër, pra rruga tjetër nga kjo që po ndodhet, dhe tjetri ai që direkt impakton çështjen për cilin po flasim, quhet Misteri i Kapitalit. Ky ekonomist peruan në fillim të viteve 90 ose përgjatë viteve, nga mezi viteve 90, prodhoi një teori e cila shërbente për vendin e tij, Perun, për legalizimin ose për formalizimin e ndërtesave informale në vendin e tij. Atje dështoi me sukses të plot, por ne nuk na intereson kjo, na intereson fakti që të majtët dhe të djathtë kudo në botë e pëlqyen teorinë e tij të formalizimit, se kështu e quante. Po ç'a thoshte kjo teori? Kjo teori thoshte që në gjithë botën kemi rreth 10 triliard
dollar pasuri të palujshme, që ishin këto ndërtesat informale, të cilat janë duke mos qenë formale, i mbajnë pronarët e tyre në varfëri. Pra për të shpëtuar nga varfëria, duhet që këto të formalizoheshin dhe pastaj duke u formalizuar, këto kishin mundësi të kreditoheshin duke vënë kolateral të ndërtesën e formalizuar për të bërë biznese të mëdha, biznese të tjera dhe duke u pasuruar e kështu me radhë. Kjo është arsyeja pse i pëlqeu dhe të majtëve dhe të djavëve në politikë. Deri presidentë amerikanë kanë bërë elozhe ose i kanë dhënë komente shumë pozitive lidh teorisë së tij. Por ne nuk do hyjmë te ajo se u mbasim kohë. Ajo që është e rëndësishme për të ndarë bashkë është pikërisht kjo që teoria e formalizimeve u mor nga ato që unë i quaj, dhe shumë të tjerë i quajmë institucionet e Washingtonit, Banka Botërore, FMN e tjera, dhe veçanërisht nga Banka Botërore, dhe u shpërndan gjithë botën, u paketua, u bë si një paket filozofike për të zgjidhur problemin e ilegalitetit kudo në botë. Po kudo në botë, do të kuptoni në Afrikë, në vendet e Europës lindore, ku shkëlqente Shqipëria. Pse shkëlqente Shqipëria? Sepse në Shqipëri kishte ndodhur një fenomen pak më i ndryshëm se sa në vendet e tjera të Europës lindore, post-komuniste. Nuk kishin zënë vetëm toka shtetërore për të ndërtuar këto ndërtesa informale, por ishin zënë edhe toka private, toka që i përkisnin një familje përpara viteve 45. Dhe shteti i kishte konfiskuar, por nuk i kishte kthyer pas 90-s. Në 45-ën i kishte sekuestruar, por nuk i kishte kthyer akoma pas 90-s. Të majtët e pëlqejnë sepse këtë teori, sepse pasuron të varfrit, sipas tyre. Të djathët, ose pak nga të djathët, që e quajnë veten djathtë, e konsideronin si një mënyrë për të futur edhe të varfërit në tregun kapitalist. Të mosgjatën, kjo ishte filozofia e tij, dhe kjo prodhoi këtë realitet urban përveç të tjerave, përveç korrupsionit një dhe nevojës së qeverisjeve të majta ose të djathta në Shqipëri, për aq kohë sa mund t'i quajmë të majta ose të djathta në Shqipëri. Kjo ishte filozofia e ndarë në 3 kapituj që unë i nisa të thosha. E para një korrupsioni në administrat për të preferuar e për të marrë në një lek shumë e shëmtuar, po ekzistonte. Së dyti dhe po shumë e rëndësishme dëshira e qeverisjes dhe nga shifrat na tregojnë që dëshira më e madhe e socialistëve, Partisë Socialiste kur vinte në pushtet, për të ardhur në pushtet, i shtoi këto, duke mos i dhënë, po duke i zgjidhje, po duke i mbajtur peng, po duke i mbajtur peng, ata kuptonin që është normale, edhe shtoheshin ndërtimet informale. Pra do legalizonin ditë edhe ndërtonin. Por edhe për arsye të tjera, për shembull të planifikuese, mungonin totalisht planifikimi, se themi zhvillim me leje ose formal, por nuk kemi plane. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, do ta drejtojmë një herë tjetër. Për ta mbyllur sot, goditja përfundimtare ose arsyeja nuk po them e rëndësishme, po e rëndësishme ishte teoria e De Sotos, e peruanit ekonomistit peruan De Soto. E mbyllim këtu, shihemi ndoshta nesër. Nëse jo nesër, do shihemi vazhdim pa